gjë të mëdhenj, andaj ju sjellim të mëdhenjt. Edhe sot kemi hoxhën tonë të nderuar nga kolosat e Islamit në Trojë shqiptare, Hoxh Bekir Halimin, i cili është mësuesi im i parë nëpërmjet kasetave. Hutbet e mia që unë mbaja, merja kasetat e hoxhës, i shkruaja dhe i mbaja në ligjërat në xhamiat e mia. Dhe sot alhamdulillah, po prap e njëjta gjë kthehet, e njëjta histori. Hoxhës ton, Zoti e ruajt dhe i dhon të hajër Islamit dhe muslimanëve. Andaj le ta dëgjojmë hoxhën dhe të përfitojmë prej fjalëve të tij, fjalë të sinqerta të cilat dalin prej zemre dhe hyjnë në zemra. Allah shpërbleft hoxha. Allah të ruaj. Allah të begatoft, edhe sa të shkruaj sevap. Amin. Amin. Kilometrat që ke bërë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahun e madhreshëm e falenderojmë, ashtu siç meriton madhëria e tij të falenderohet. Atë e falenderojmë nga thellësia e zemrës për të gjitha dhuntit dhe begatit që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Lavdet dhe bekimet ja adresojmë njeriu më të mirë në fytyrën e tokës. Ajo është i dashuri ynë, njeriu më i përzemërt për ne, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Lavdet dhe bekimet qofshin mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fesnik dhe të sinqert, dhe me gjithë besimtarët që ndjekën rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë hoxhën Albanin, i cili e ka nisë këtë angazhim dhe aktivitet shumë të qelluar, që të bën një seminar me ju. Allahu ja shpërbleft mundin, edhe kohën, edhe angazhimin. Gjithashtu Allah ju shpërbleft edhe juve, që keni pranuar të ndaheni nga angazhimet tuaja, nga qefet tuaja, dëfrimet tuaja, nga ambientet familjare që keni qenë, e të vini këtu buzë këtë detit në këtë vend, të rini bashkë disa ditë, që të mësoni diçka nga feja Allahut. Këto minuta dhe orë që i keni kalu, dhe do i kaloni deri në fund të këtij seminarit, do ngelen kujtime shumë të bukura dhe shumë të mira në historinë tuaj personale. Sot, ndoshta dikush për ju nuk i pëlqen edhe aq, ndoshta dikush për juve nuk është shumë i ngazluar pse është këtu, nuk është shumë me dëshirë nuk ka ardhur. Mirë po, t'jeni të bindur se pas disa viteve, kur t'i ktheni fotot e kujtimeve, e të shoni, të shifni albumin e fotografive, do të ndiheni të kënaqur dhe të gëzuar që keni qenë pjesë e këtij aktiviteti. Allah ju shpëleft edhe juve gjithëve një nga një dhe familjet e juaj, prindët e juaj, të cilët kanë dashur që ju të jeni bashkë në këtë aktivitet, ku do i merrni dy gjëra kryesore. E para, do mësoni fenë e Zotit, që është gjë më e rëndësishme në jetën e një njeriu. Dhe e dyta, do merrni edukatë islame, edukatë dhe kulturë, e cila janë ngrit vlerën secilit një nga një. Ju sot jeni ndoshta 3, dikush për ju është edhe i vogël, mirë po vitet kalojnë shpejt. Nesër mund të arrini gradat larta akademike, por edukata dhe kultura juaj është ajo që u jep vlera dhe më të mëdha. Njerëzit kur takohen me ju në rrugë, nuk e dinë se çfarë shkolle keni kry, çfarë diplome mbani në xhep. Ata ju vlerësojnë juve nga sjellja juaj që keni me ta, nga kultura e komunikimit tuaj me ta. Ajo është adresa e parë e juaj. Dhe përderisa do të keni kulturë të ngritur, edukat të veçantë, ju do t'jeni të mëdhej. Dhe andaj, këto dy gjëra madhështore, ju i merrni nga ky seminar. Mësoni gjëra të rëndësishme mbi fenë e Zotit, që janë thelbësore në jetën e njeriut, dhe edukoheni me edukatë islame, e cila secilit nga ju dhe secilit nga ne i jep pozitë të lartë në shoqërinë ku ai do jeton. Pa marrë parasysh a jeton këtu ku ka lind, apo shkon dikun tjetër me jetu. Kudo që shkon,
kulturën, edukatën e merr me vete. Dhe ajo të ngrit pozitën tënde në ato rrethe dhe ambiente ku do jetosh. Andaj të lumët ju. Lumë për ju që jeni pjesë e këtij aktiviteti. Ndoshta dikush për ju është bezdis, është mërzit, se i keni bo, sa ditë i keni bo? 2. Edhe sa i keni? A jeni mërzit apo? Ja. Nëse mërziteni, çka bëni ju? Luni futboll? Tjetër sport? Volleyball. Mundja, keni mundja ja? As keni mundje? Këtu na për dhomas nuk ziheni? Me astek, aja një lloj boksi, Shifne. Kush është më i vjetri për jush këto? Jo, nese, sa vjet i keti? Jo, ti je shumë i madh, domthonë në 20 kush është? 20. Ma i vogli kush është? Ma i vogli? Sa i ke? 10. Ti sa i ke? Ngo, mashallah. Mashallah. 10 edhe 20, domethënë 10 vite pas këtë dallim, prej moshës më të vogël te mosha më e madhe. Amr ibn Salama ka qenë njëri prej shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A dini sa vjet i ka pas? Ai dilte imam. U dilte imam besimtarëve që ishin nga 5-60 vjetër, pleq. Asnjë për jush nuk ka pas moshën e tij. Ka qenë edhe më i vogël se pa të emrin ti? Më i vogël se Tariku. Amr ibn Salama. I ka pas 6 vjet. Ati afër je. Dilte imam. E dini pse? Sepse Amr ibn Salama, fisi Benu Salama, jetonin në periferit Medinës, më një fshat. Edhe kur vinin delegacionet në Medinë për të mësuar fen, sepse ishte traditë në atë kohë, vinin çunat prej vendeve të ndryshme në Medinë të xhamia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mësonin fe për 40 ditë. Edhe ktheheshin pastaj secili në vendin e vet, në fshatin e vet, qytetin e vet dhe u mësonin fen popullit. E fshati Benu Selemes ishte në periferit Medinës, ishte në rrugë. Kur vinin këta delegacione në Medinë dhe dilnin, kalonin nga fshati e tyre. E ky Amri të gjithë delegacioneve që vinin e shkonin i priste në rrugë. Edhe i thoshte, ç'keni mësu ju te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ata i tregonin që kanë mësuar prej sureve të Kuranit. E keni dëgjonte prej tyre dhe i mësonte përmendsh. Edhe kishte nxënë nga Kurani më shumë se tjerët. Edhe kur bëhej muhabet tani në atë fshat, kush do del imam? Rregulli i cili është? A keni mësuar rregullin kush del imam? Ai që din më shumë Kur'an. Edhe tani kur pyetnin të pranishmit kush din më shumë Kur'an, thek Amr ibn Salama me unë. E thek atëherë do të nxjerrim ty imam se ti din më shumë Kur'an. Sa që kur vinin në xhami, faleshin pas këtij ki fëmijë 6 vjet, domethënë Tariku 10, 4 vjet më i madh. Ai 6 vjet del ke imam, se dinte më shumë se gjithë Kur'an. Kjo është një shembull nga jeta, se kisha diçka tjetër për të fol, po e ndrova. Kjo është një shembull për shembujve të çunave që ishin në kohën e Muhamedit, kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po ishin të rëndësishëm. Ata ishin të vegjël, po nuk ishin periferik. Ishin të vegjël, po nuk ishin të parëndësishëm. Ishin të vegjël, por kishin rol, edhe luanin rol. E tani parashot pyetja, ju pyes juve. Kush i dha pozit Amr ibn Selemes? Si u bë i rëndësishëm që të futet në historinë islame, e tani ne pas 1400 viteve ta përmendim atë. Juve do i përmendi kush pas 50 viteve? Mos thuj jo. Mos thuj, varet që do bëjmë. Varet sa do mësojmë
Edhe çfarë edukate do marrim? Do reflektojmë realisht. Mos thuj jo. Gabimi më të madh e bëjnë fëmijët e tonë kur që në start i qasen jetës me qasje negative. Nuk bëhemi ne, e pamundshme është të bëhet kjo gjë, konkurenca është e madhe, kush do na ndëgjon neve? Jo. Askush nuk ban kështu të flet. Po, me lejen dhe ndihmën e Allahut, po, me angazhimin dhe mundin ton, po, me përkrahjen e familjes, po, me përkrahjen e mësuesit, po, me përkrahjen e lagjes, po, me përkrahjen e shkollës, po, me përkrahjen e vendit ton, do bëhemi të rëndësishëm në zhvillimin e jetës në vendet tona. Andaj Amr ibn Selemen e bëni të rëndësishëm ajo që kishte mësuar nga Kurani. Kur të tjerët fëmijë loznin dhe freheshin, argëtoheshin, ai ndalte delegacionet rrugës edhe i pyeste çka keni mësuar nga Kurani? E ka mësuar këtë sure, e ka mësuar këtë kapitull, e ka mësuar këtë pjesë të Kuranit, hajde mi trego. E mëson të aty për aty, do thotë mësimi që ai kishte bërë ndërkohë, kur tjerët loznin dhe dëfreheshin, e bëri Amr ibn Selemen të rëndësishëm. Edhe gjithë na që jemi këtu. Sot ne jemi të vegjël, i kemi 10 vjet, i kemi 13 vjet, i kemi 20 vjet. Edhe secili prej nesh mendon se është i parëndësishëm brenda familjes së tij, brenda lagjes së tij, brenda klasës së tij, brenda seminarit të tij, brenda xhamisë ku ai graviton dhe falet, mendon se është i parëndësishëm. Sot mund të jesh i parëndësishëm sepse ka njerëz më të përgatitur se ti. Ama nëse gjithna sot në këtë seminar mësojmë, përfitojmë, reflektojmë, përthithim, marrim, pajisemi, pronësojmë, atëherë për një kohë shumë të shkurt, ne do bëhemi atë që japim. E përmend hoxha juaj, hoxha Albani, Allah e shpërbleft, histori të vjetër, para 25 viteve, 30 vite. Ne atëre kemi dhanë, hoxha Albani ka marrë. Sot vim na marrim të hoxha Albani. Ndryshojnë dhe thonat. Më një kohë, kur s'ka zgjidhje tjetër, ti je zgjidhja. Po kur tjerët punojnë, pastaj ti nuk je zgjidhja e vetme. Ata që kanë përfitu prej teje, bëhen mësues të tu. Edhe kjo është shumë normale. Andaj, Amr ibn Seleme ma ndemen si e më shënone, na për telefonat e juaj, edhe i interesoni për biografinë e tij. Që ta dini, si tjetë një lloj modeli të cilin du ta ndjesh në jetën, jeni të vegjël, po keni shembuj edhe të vegjëlit i keni shembuj nga jeta e shoqëruesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kush tjetër nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte i vogël edhe ishte i dalluar? Kush? Ali radiallahu anhu. E vërtet, tjetër? Ka shumë. Ali radiallahu anhu kur e pranoi Islamin kishte 9 vjet. Në Mekë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte 40 vjet. I erdhi shpallja në shpellën Hira dhe ai u shqetësua, u brengos, u mërzit, sepse ishte një moment që ai nuk e priti. Nuk e dinte se çka po ndodh me te. Edhe obligimi i tij, kërkesa e Zotit prej tij ishte ja ayyuhal mudaththir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ar-ruzza fahjur. O i mbuluar ngritu, edhe tërheqa vërejtjen popullit ku ti jeton, që ata të braktisin adhurimin e idhujve. Mekja në atë kohë, e dini gjithë, ishte e mbushur me statuja, me idhuj që adhuroheshin veç Allahut. Mendonin idhujtarët e Mekës në atë kohë, se ato statuja që ishin 365 statuja rreth e përçar Qabes, Mekës, se ato u ndihmojnë në kërkesat e tyre, u aplotësojnë dëshira që kanë ata, i mbrojnë nga fatkeqësitë, e gjërat kota që besonin idhujtarët në atë kohë.
E Allah i madhreshëm i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kum fe endhir, qohu dhe jep vërejtjen popullit tanë, wa rabbeke fe kebir, zotin tanë madhroje, wa thijabeke fe thahir, robat tuaj pastroje, wa rruzze fe hëgjur, dhe braktisi idhujt, statujat, adhurimin e tyre. Në këtë kohë, shumica e popullit e refuzon të thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk bindeshin ata, mendoni se është e pakuptimt si ata të praktisin adhurimin e këtyre idhujve që i kanë gjetë den baba den aty, trashëgimi, e të adhurin Allahun një. E nej'alu al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab, thonë ata, e t'i bëjmë këtë të idhuj që na i adhurojmë një Zot, kjo është një gjë e çuditshme. Edhe në këtë situatë kur gjithë e refuzonin dhe kundërshtonin, i pari që pranoi thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte gruaja e vet, Hatixha radhiyallahu anha. Normalisht ajo ishte grua e mençur, me përvojë, ishte e zonja, largpamse, e kuptonte mirë se si janë duke shku gjërat. Edhe kuptoi se kjo që ndodhi me te, nuk është rasti, por është përzgjedhje nga Zoti. Dhe ishte e pare që pranoi thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aliu, djalë Axhe kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Aliu ishte i Ebu Talibit. Ebu Talibi ishte migja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vllau i Abdullahit. Abdullah ishte baba i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Djalë migja, afër familje. Po ishte i vogël. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kishte 40 vjet. Dallimi në moshë ishte i madh. Mirë po ai, sikur se ndodhen sot në familjet tona, janë disa fëmijë pak më inteligjent, janë pak më serioz, edhe pse janë fëmijë, edhe rinë me intelektualët e familjes, me më të mençurit familjes. Megjithëse janë fëmijë, shoqërohen me njerëzit e pjekur, me njerëzit e ditur, me njerëzit largpamës. Edhe Ali radhiyallahu anhu shoqërohet me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në momentin që i erdhi shpallja dhe filloi ta përcjellë atë shpallje tek banorët e Mekës, Aliu radhiyallahu anhu ishte prej të parëve që e pranoi këtë thirrje. Megjithëse ishte fëmijë 9 vjeçar, ai e pranoi këtë thirrje dhe u vendos në shërbim. Tani shifni si është situata. Në atë kohë të pranosh thirrjen e tauhidit, e monoteizmit dhe të luftosh idhujtarin ishte ballafaqim i egër mes kësaj pakice besimtare, pakice ekstreme. Ishin njerëzit domethënë në gishtat e dorës të numëruar. Me gjithë popullin dominant aty. Nuk ishte gjë e lehtë. Duhet guxim, duhet trimni, duhet fuqi psikofizike, duhet vendoshmëri, duhet ta kuptosh se parimet janë më të shtrenjta në jetë se gjithë situata, gjithë përfitimet, gjithë qefet e dëshirat. Çdo fëmijë ka qefe, ka dëshira, don të argëtohet, don të frehet. Kjo është shumë normale. Edhe Aliu radhiyallahu anhu kishte qefe, kishte dëshira. Mirë pa e kuptoj se dëshirat e tia janë më pak të rëndësishme se sa parimi, se sa feja, se sa kjo thirrje me të cilën angazhohej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pranoi thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e shoqëroi atë që nga dita e parë deri në fund të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe deri në fund të jetës së tij, radhiyallahu anhu warda. Edhe ishte i veçantë, i dalluar në diturinë e tij. Ishte i dalluar në mendjepresinë e tij. Ishte i dalluar në guximin e tij, në trimërinë e tij, në heroizmin e tij, në vendoshmërinë e tij. Andaj në të gjitha momentet me rrezik të lartë, aty e kemi Aliun radhiyallahu anhu. Edhe në momentin kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e vendosi ta braktisë Mekën, pasi që tentuan idhujtarët t'i bëjnë atentat, ta mbysin,
Ai nuk donte me lon vatanin e tij, vendindjen e tij. Çuna, djema, burra. Vatani, vendindja është gjëja më e dashur e çdo njeriu. Edhe ne duhet ta duam vendindjen tonë. Duhet ta duam vatanin tonë. Duhet ta duam atë dheun tonë. Ani pse kushtet ndoshta nuk i kemi si duhet. Ani se na mungojnë infrastruktura, rrugët, ujë, rryma, gjendja ekonomike, padrejtësitë, mungesa e zhvillimit politik, këti kemi probleme në vendet tona. Po përsëri vendi ku kemi lindur, vendi ku kemi filluar të ecim, vendi ku kemi thonë fjalët e para, mam e bab, janë vendet më të dashura. Është e natyrshme njeriu ta don vendindjen e tij, është e natyrshme. Fitrat, ashtu Allah e ka krijuar njeriu. Ande lufta që duhet ta bëni ju si brez, ma them sot, ta mani mend sa t'jeni në jetë, është që këtu të rrini edhe këtu ta bëni ndryshimin. Ma e lehta është të braktisim këtë vend e të shkojmë gjetiu ku do në botë. Ndesh në lindje, ndesh perëndim. Shumë e lehtë është. Po të ngelesh këtu, e këtu të mësosh, e këtu të kontribosh, e këtu të japsh mundin, e këtu të japsh angazhimin për të ndryshuar gjendjen, kjo është vështirë. Ama kjo është më e mira dhe më e saktë. Momentin kur i dha leja Allah i madhëshëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të largohet nga Mekkeja, në vendin e tij e la Aliun radhiyallahu anhu, në shtratin e tij, sepse duheshte të përdoret manovër, taktik, që mos të kuptohet se është duke u largu nga Mekkeja Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në shtratin e tij, në kravatin ku flente ai Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e la të flinte Aliu. Dhe e mori përsipër këtë përgjegjësi, megjithëse ishte rrezik, sepse veç patën fillue tentativat për atentat e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e mori përsipër këtë përgjegjësi, ai e dinte se është duke rrezikuar edhe jetën e tij, edhe ishte akoma i vogël. Mirë po, veç më kishte filluar të bëhet djalosh, ai e mori përsipër këtë përgjegjësi dhe tha, ani, unë jam i gatshëm të marr këtë barë përsipër. E ky është Aliu radhiyallahu anhu, i cili pastaj edhe në betejat e para të Islamit, kur ishte më djalosh, e tregoi heroizmin e tij deri në fundin e jetës së tij, si khalif i muslimanëve, i cili udhëhiqte muslimanët në jetën e tyre në shtetin e ri të Medinës. Kjo është shembulli i dytë. Për çdo shembull kemi për të folur shumë, po i përmendim disa momente më interesante. Shembulli i tretë. Kush ka ndonjë propozim? Emër. Ju. Emër të shokëve të Muhamedit asëm që keni dëgju nga ligjëratët e hoxhallarëve. Aliu? E tham Aliun. Folën për te. Ebu Bekri ishte plak. Ai ishte në moshë me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Omeri ishte plak, njëjtë, mocanik ishin ata. Othmani ishte plak, njëjtë, mocanik. Abdullah ibn Abbasi, keni dëgjuar për Abdullah ibn Abbasin? Abdullahu i biri Abbasit, Abbasi ishte axha i pejgamberit, axha tjetër. Se ishte Abdullahi baba i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Talibi ishte migja, axha, edhe Abbasi ishte axha. Edhe Hamza radhiyallahu ishte axha. Ndalemi te Abdullahi tani. Abdullahi i biri Abbasit. Edhe ai ishte fëmijë. Në kohën e hijretit, shpërnguljes nga Mekka në Medinë, hijreti ndodhi kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte, sa vjet i kishte? 40 ishte profet. 13 vjet Mekë jetoi. 53 vjet. I kishte kur u shpërngul nga Mekka doli në Medinë. Kur i kishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam 53 vjet, Ibn Abbas i kishte 13 vjet. Kush i ka 13 për ju?
13, ju di. Tjetër? 13 vjetë. Shifni tani. Do të se cili për jush mendon se na jemi të vegjel. Që na duhen neve këto mësime, po. Shkon të Ibn Abbasi i vogël, u rinte sahabeve të vjetër afër. U rinte të dera, i priste me dal. I thonin shokët, vap, i këtë shpia. Ç'pret këtu? Dielli nxehtë. Fryn era me rër. E di si ai kur të fryn era me rër, çpon fytyrën. Edhe vap, ik. Thoshte ja. Sot ne jemi fëmijë, ata janë pleq, nesër ata vdesin, ne rritemi. E këtë kjo dituri që e kanë ata, ngelet në supet tona. Nëse sot ne e marrim për tyre, kemi çka bartim në brezat që vinë pas. Nëse ne nuk e marrim dijen për këtyre që janë sot gjallë, nesër ata vdesin edhe dija ngelet me ta. E pristet e dera që të merr dijen për tyre në vapën më të madhe. Tu të ne sa bo temperatura më e lartë tu në bregun e detit adriatik? 40, 41, 42. A arin apo nuk e arin? 40 maksimum. Të ne shkup e arin deri në 27. S'paku ato termometrat që publik që janë. Sa janë sakta, sa se nuk e di, për një vit në Ramazan para 6-7 viteve, shënon të 27. Mund të edhe mos jetë reale, si do qoftë. Po 20 që është temperaturë e mirënjohur kene. Në Arabi e dini sa është temperatura? 50 që është si 20 që kene. Po 52, 53, 54, 55. Edhe para mendoni ta shplasim ne para 1400 viteve ku s'kishte klimatizacion si tani. Nuk ishte situata që të ketë kushte klimatike si tani. Edhe ata në ato koha të vështira e rinin gati diturisë. Ibn Abasi, radiallahu anhuma, ishte i ri, por i rinte para mbrapa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të mësuar fen prej tij. Dhe mundoheshte që mos t'i ik asgjë nga ajo që është në Kur'an apo ajo që e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ato gjëra që si ka mësuar drejt për drejt nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mundoheshte t'i mëson prej sahabëve të vjetër që ishin aty. E kur e pa këtë kujdes të jashtëzakonshëm që kishte Ibn Abasi mbi dituritë fetare, atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëri një lutje për të. Dhe tha: Allahumma allimhu al-kitaba wa faqihu fi ad-din. O Zot, mësoja atij librin, Kur'anin. Dhe jepi kuptim në fe. Do thot qëllimi ishte që jo vetëm informatat ketë, të cilët mësohen për menç, por të ketë edhe kuptim të thellë të gjërave që i ndëgjon e i mëson për menç. Që do të thot sistemi i mësimit kene është 2 nivele. E para është të mësojmë gjërat për menç. E dyta është ti kuptojmë gjërat. Si të kam? A jemi? Parli italiano? Si? Come sta? Alhamdulillah. Ashtë di edhe une. Kështë dhe italisht ma mirë? Mashallah. A është shqiptar apo është italian? Itali. Mashallah. Mashallah. Ta mëso Shqipen. Ti thosh babit, hoxha më ka thonë, e keni vërrejtje. S'ma ke mësu gjuhën Shqipe. Dhe ja thuash? Capito? Alhamdulillah.
Mashallah. Kjo është mirë, sepse tani gjua mësohet me njerëz, ma letë, me komunikim. Ju folni shqip, pas i folni itarisht pastaj jot. Se ju keni nevojë për ta mësuar itarishten e flisni pastaj me të itarisht. Folni shqip. Omer, je lodh? A? Jo, a? Alhamdulillah. Si e thuti? Dhe mëson Omeri shqipen? Se di me ka vendore. Si e ka vendor? Po ti a deni mosh? Unë berat ai tali. Ti berat, a? I beratit jeti, a? O, berati veni bukur. Cili është më i bukur, beratja ka vaja? Berat. Pse? Shumë duket më. Cili vend është më i bukur, beratja ka vaja? Shife. Normalisht kush është i kavajës me thonë kavaja. Po, mirë po, Berati është qytet i UNESCO-s është. Qytet i bukur. A jemi gati për të vazhdu? A jemi lodh? Keni akoma mësime pastaj, apo kjo është mësimi i fundit? Ju pas ka lodh, hoxha? Jo, e kam përgëdhel jashtë masë. Po, sot i ke kursi, ha? Shifni, nëse lodheni, do ju nxjerrin në plazh aty. Do luajmë futboll pastaj. Për ta shpor gjumin. Ishim duke fol për kë? Abdullah ibn Abbasi. E tham se mësimi i gjërave është dy nivele. E para është marrja e informacionit, e dyta është kuptimi i atyre informacioneve. Edhe ne në mungesë të vëmendjes mund të ndëgjojmë një informacion, por mos e kuptojmë atë, sepse na mungon vëmendja. Momentin që kemi vëmendjen e dur, e marrim informacionin, edhe kuptimin, edhe e përcjellim ashtu si duhet. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u tha besimtarve në haxhin lam të mirës, fa rubba muballighin au amina sami'. Ndodh ai të cilit i përcjellet një hadith ta kupton më mirë se ky që ja ka përcjell. Pse? Se ky nga angazhimi për ta mbajtur mend fjalën ashtu siç është thonë, nuk ka mendu për kuptimin që mund ta bartë ajo fjali. Edhe ja përcjell tjetrit. E tjetri tani nuk e ka brengën e mbajtjes mend të fjalisë, sepse i ka ardhur gati, e gatshme. Ai tani angazhohet për ta kuptuar thellësinë e kuptimit të fjalisë. Edhe andaj ju jeni tri, tani i keni dy komponentet e fuqishme në jetën tuaj. Edhe i kuptoni, edhe i mbani mend gjërat mirë, edhe i kuptoni mirë. Kjo është puna e moshës. E Ibn Abbasi, radhiyallahu anhuma, ishte i tillë. I mbante mirë fjalë që i ndëgjonte, pastaj edhe i kuptonte mirë. Se për te thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Zot, mësoja atij Kur'anin, edhe jepja kuptimin e fesë. E tani, kur ti t'jesh i ri, e ti kesh këto kapacitete, këto aftësi, plus kësaj t'kesh edhe lutjen e profetit, gjithsesi do jesh i dalluar. Andaj Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, e dini çfarë nofke kishte, çfarë epiteti kishte? Kush e din? Si e quanin? E din kush? E keni dëgju? E keni lezu? Ju ka ik? E quanin tergjumanul Kur'an. Ose e quanin habrul umma. I ka këta dy epitete. Komentatori i Kur'anit edhe
dija e fesë. Habër quhet ngjyra që përdoret për shkruajt. Më herët boja. Më herët kur kanë shkruajt librat, i kanë marrë lapsat që i kanë gdhend, edhe i kanë fut në bojë dhe pas e kanë shkruajt. E kanë qytë habrul umme, boja e dijes së umetit. Se krejt dituria e umetit është aty, tek Ibn Abasi. Po ju pyes, se cilin, çfarë nofke do keni ju në të ardhmen? Si e mendoni veten? Si do e quaj juve të ardhmen? Dietar, shkencëtar, kolos, intelektual, i madh, shërbetor, i veçantë, i dalluar, i lartë, apo ndonjë nofk tjetër. Do thot, ju jeni tani gjithë jeni në fazë të ndërtimit të identitetit tuaj personal. Jeni në fazë të ndërtimit të karrierës suaj. Edhe brenda 10 viteve, nëse Zoti na ka dhënë jetë, e takojmë përsëri, ju do i keni mbi 20 vjet. Ata që kanë tani 10 e 13, do i kenë 20 e 23. Ata që kanë tani 20, do i kenë 30. Normalisht, ata që i kanë 20 edhe 30 vite, do i kuptojnë gjërat, ndryshe për asaj që i kuptojnë ju sot. Edhe kjo që e them unë sot të një pjesë e juaj tingëllon e pabesueshme, e parealizueshme, tingëllon imagjinare, iluzionare. Madje edhe humbemi na duke ndëgju muhabetin. Na iki mendja, shkon dikun. Por se, kur t'i bësh 20 vjet e 30 vjet, ato copza muhabetit, informatës, ligjeratave që ju kanë ngel në kokat tuaja, ato do shëndrohen në momente me vlerë dhe do jenë piknisja e ndërtimit të identitetit tuaj. Dhe atëherë nëse takohemi përsëri, atëherë do jeni mirënjohës dhe falendrues dhe ne do gëzohemi me sukseset tuaja. Edhe do e ndim vete krenar se ju që keni qenë në këtë seminar, me gjithë se atëherë pak u lodhët, e u bezdisët, e u mërzitët, edhe nga pak ju ikte truri, her djathtas, her majtas, e këhar ju flihej, por e kuptut një gjë. Se kush do të bëhet i madh, duhet mëson. Kush do të bëhet i dalluar, duhet kontribon. Kush do të bëhet i rëndësishëm, duhet më pak të flenë. Se gjumi nuk e qon selamet askënd. Nuk e qon përpara. Si? Trit gjumi. E vërtet është. Gjumi që flen natën. Trit. Ama i ditës? Tani ora është 6:20. Do thot nuk është në asnjë situatë ko gjumi. Gjumi vjen pas orës 10. Edhe shkon deri në ora 6. Edhe çdo kush që flen 8 orë e ka mbush normën e gjumit. Flas për moshën tuaj. Kush i ka bërë 8 orë gjum e ka mbush normën. Nga ora 10 deri në ora 6 janë 8 orë gjum. Në ora 6 është koha e namazit sabahut. Zgjohesh për ta farë sabahun edhe pastaj plus nëse keni bë kailule pas dreke, gjysmë ora apo një orë, do thotë jeni bë 9 orë gjum, tani për gjum s'ka më kohë. Ora e gjumit iku, përfundoi, shkoj. Tani është koha e punës, e mësimit, e angazhimit. Shifni djema. Kush punon, fiton. Kush mëson, përparon. Kush rigati,
ai vazhdimisht ecë përpara. Përtesa, gjumi, dembelia, dëfrimi, argëtimi, nuk i bëjnë dobi askujt. Ju them edhe një herë, ju jeni sot 3 në moshë të vogël, dhe ajo që va them, ndoshta edhe nuk perceptohet sakt, po djeta shkon shpejt, ecë shpejt. Ditët tani më nuk numërohen javët. Do të nëse i ka 365 ditë viti, i ka 54 javë. Tani një vit neve na duket sikur se 54 ditë. Jo sikur se 365 ditë. Se javët i numërojmë. Si shkoj ky gjysmë vjetor për ju? Shkoj shpejt nga dalë. Po kur e filluat jo, kur e mbaruat? Kështu do shkojnë edhe vitet. Shumë shpejt. Andaj shfrytëzoni kohën edhe dijani vlerën kësaj dhuntie. Ashtu siç tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas. Dy dhunti, dy begati, shumë njerëz i shpërfillin ato. I vlerësojnë ato. I nënçmojnë në vlerë. Ato janë shëndeti dhe koha e lirë. Shëndeti është begati shumë e madhe që na nuk e dim kur e kemi. Kur e kuptojmë vlerën e shëndetit, kur e humbim. Edhe koha e lirë që ju tani e keni në bollëk, e keni sa të doni. Sikur të ishte koha e lirë parët e ju, do kishit miliona ju. Do ishit milionera. Po të ishte koha e lirë pare, do ishte miliona. Kohën e lirë sot s'mund ta bësh miliona. Ama nëse ti e shfrytëzon kohën e lirë sot për të mësu, për të avansu, për të zhvillu, nesër atë kohë që dhe kesh të angazhume dhe bësh miliona. A e kupton? Unë edhe ti e përcaktojmë të ardhmen tonë nga mënyra se si e trajtojmë të ashmen tonë, kohën momentale tonë. Nëse na e trajtojmë me seriozitet këtë kohë që kemi në disponim, nesër koha që na vjen do ketë vlerë edhe do jetë shumë e rëndësishme. Nëse na e shpërfillim këtë dhunti që kemi sot dhe nuk ja japim vlerën e duhur, nesër koha nuk do ketë vlerë kene. Kjo është matematika e jetës. Kështu ka ndodhur me gjithë njerëzit e mëdhenj në botë. Ata që nga fëmiria e kanë shqyrëzuar kohën, kanë dhënë maksimumin, janë angazhu edhe pastaj për një kohë të shkurtë janë bërë njerëz të mëdhenj. Ibn Abbasi radhiyallahu anhu ishte ky. Keni ndonjë emër tjetër që ju kujtohet nga historia e shoqëruesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Zeid ibn Haritha. Zeidi është e vërtet Zeidi i biri Harithas, i ri, i cili ka qenë shoqëri të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po para ti ka qenë një Abdullah tjetër. Abdullah ibn Mesudi ka qenë pak më i vjetër. Abdullah ibn Amr ibn Asi ka qenë pak më i vjetër, po prej fëmijëve që ka qenë Abdullah ibn Omeri. Në betejën e Bedrit, Abdullah ibn Omeri kishte 14 vjet. Në betejën e Uhudit i kishte 15 vjet. Paramendoni Abdullah ibn Omeri në atë kohë ishte vullnetar për me qenë në shërbim të kauzës, të parimeve, të idealeve. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku shkon? Tha ti je fëmijë. Rianash. S'është radha ti je ti. Këto është vend burrash. Jo, ai një burra ala, si jeni? A? Burrat vegjël. Ju jeni yje. Ju e kemi zakonisht, ju jeni më të mirët e vendit dhe popullit tonë. Ju jeni më të shtrenjtë që na i kemi. Që jeni të bindur. Çdo prind, juve ju shef si arsyeja më e rëndësishme për angazhim dhe kontribut në jetën e vet. Sepse prindi, kur bëhet prind, tani më nuk mendon për vete.
Sepse i ka arrit një pjesë të madhe të qëllimeve të veta. Tani mendon për fëmijën e vet. Andaj gjëja më e shtrenjtë që e kemi na jeni ju, fëmijët. E sidomos kur jeni ju të shkollës edhe të fesë, kënaqësia e prindit është e pakufishme. I ngjan kënaqësisë së xhenetit, i ngjan kënaqësisë së xhenetit. Kur një prind e shef çunin edhe vajzën, se ata mësojnë fen, se ata kanë breng fen, se ata i rinë gati namazit, se ata i rinë gati shamis të vajzat, se ata i rinë gati mësimit, se ata brengosen për notat, se ata brengosen për sjelljen, kulturën, edukatën. Kjo është pasuria më e madhe për një prind. Mund të ketë miliona, mund të ketë pasuri sa don, po nuk i jep kënaqësi ajo pasuri, sa jep kënaqësi një prindit një fëmijë i edukuar mirë. Një fëmijë besimtar, një fëmijë i dhanë pas dijes, pas shkollimit. E gjithë jo që jeni këtu, nëse doni të gëzoni prindët e juaj, kur të ktheheni nga ky seminar, është shkoni ti përqafoni gjithë. Selam prej hoxhës. Hoxha na kalon amanet që kur të kthehemi në shtëpi, përqafim prindërit, edhe babën edhe nënën. Për të shprehur dashninë e sinqertë që keni ju për prindët e juaj. Edhe që është kusht për me fitu dashninë e Zotit. S'mundet me fitu njeriu dashninë e Zotit pa e dash prindin e vet sinqerisht. Siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Kënaqësia e Allahut qëndron te kënaqësia e prindërve. S'mundet me qenë Allahu i kënaqur me ty nëse s'është prindi i kënaqur me ty. E ti duhet të manifestosh dashninë tënde ndaj tij. Edhe momentin që kthehesh nga ky seminar, ki mungu 3 ditë, jo veç vish të dera, selam aleikum bab, mam erdha une, edhe futesh në dhomën tonë. Kjo është sjellje e arsyeshme fetarisht. Përkundazi ta shprehësh mallin tënd, dashninë tënde për babën tënd, për nanën tënde. Edhe momenti që futesh në shtëpinë banesë, puna e parë është ta përqafosh babën, t'ia puthish ballin, e ta përqafosh babën, ta puthish nanën, ta përqafosh, tregosh dashninë dhe mungesën që ke në shpirtin tënd për ta. Kështu neve na mëson Islami. Këto ndjenja dhe emocione janë të shtrenjta. Për ty si fëmijë ndoshta janë të vogla, janë të pavlefshme, të parëndësishme. Ama përshtypjen, impaktin që e lën te prindi dhe efektin pozitiv që e lën pastaj në uratat e prindërve për ju është i jashtëzakonshëm. Abdullah ibn Omeri ishte njëjtë për fëmijëve të vegjël, vinte nga një familje e madhe, ishte biri i Omer ibn Khattabit. Omer ibn Khattabi njeri i mençur, njeri i pasur, trim, i gozimshëm. Me vonesë ju bashkangjet karvanit të besimtarve. Ama që nga momenti kur ju bashkangjet karvanit të besimtarve, ai e publikoi besimin e tij. Dhe ai e mori guximin e tha, unë jam monoteist, besoj Allahun një, urdhoni kush ka kundër diçka. Edhe nuk kishte guxim askush të del përballë. Se ishte trim, ishte i fuqishëm, i guzimshëm. E Abdullah ishte biri i tij. E normal, si thët populli ke ne, tek pema e mollës bin molla. Si të shpema ashtu edhe frytet. Edhe nga ky bab doli Abdullahi, i biri i tij. Ishte i ditur, ishte i guzimshëm, edhe në shërbim të dijes dhe fesë. Që ishte karakteristika Abdullah ibn Omerit? Ajo që e dallonte Abdullah ibn Omerin ishte ndjekja serioze dhe precize e sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai e përcillte çdo moment, çdo fjalë, çdo hap që e bënte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i rinte gati. Edhe e ndiqte çdo hap të tij, e imitonte në çdo veprim të tij sallallahu alaihi wasallam. E kjo ishte specifika e tij. Ishte njeri që në çdo veprim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ki mundonte ta bënte.
jo vetëm ai që është fe, për edhe ai që ishte veprim i zakont, i rëndomt, njerëzor, që si ishte pjesë e fesë. Për Ibn Omeri edhe aty e imiton të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E imitimi çka manifeston, çka tregon, çka shfaq. Kur ti e imiton dikën, çka do të thotë kjo punë? Si? E do atë që ti e imiton. Është saktë. Imitimi i dikujt tregon dashnin ndaj dikujt. Kush e ka dikan që e imiton në jetë? Këtu dikush. A keni dikan të veçantë që e imitoni? E doni pak si më shumë. Kush merret me futboll? Tarik. S'ka lidhje, jo. Përgjithësi. Familjar. Po. Djalin e tij. Po. Zakonisht, djalin e tij e don se e ki mocanik edhe e ki shok që me te kalon një pjesë të madhe të jetës. Ama dashnia tek më të vjetrit, te më të mëdhejt, nuk shkon pse e kije shok emocionik, po shkon pse ka një vlerë ai që ti synon ta arrish vlerën e tij. A kupton? Për shembull, e do mësuesin. Atë mësuesit normalisht i ki shumë mësues arsimtare, po njërin do më shumë pse se ai kujdeset më shumë për ty. Ta sqaron landën mirë, në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe e don më shumë se tjerët. Një hoç të xhamia për shembull që ki afër, e don. Pse se të pëlqen mënyra se si ai artikulon edhe komunikon edhe kontribon e thu ku të bëhem i madh edhe unë të bëhem mosh si ai. A kupton? E don. Edhe mundohesh atë me imitu. E përmenda futbollin se të rritet tonë edhe të vegjëllat më janë të infektuar me futboll shumë edhe zakonisht kur folet për futboll ata secili ka preferencat e veta edhe të klubeve edhe të lojtarëve. Pra të përmenda futbollin. Se nëse s'kemi na model që e ndjekim dikën prej të rëndësishmive në aspektin fetar, në aspektin intelektual, në aspektin familjar, fatkeqësisht shumë kush i prej nesh ka njerëz që i ndjek në fushën e futbollit. Apo në fushën e aktorëve, artistëve, apo në fushën e muzikës, këngëtarëve, apo këngëtarëve. Muslimani, modelin më të mirë të vetin cilin e ka? Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo është modeli ynë të cilin na duhet të imitojmë vazhdimisht në jetën tonë, ta ndjekim atë. Ashtu siç tha Allahu i Madhëshëm, "Lakat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana", shembullin më të mirë e keni në të dërguarin e Zotit. Ajo është modeli ynë. Edhe ne, une, edhe ti, edhe këtë na, duhet të ndihemi krenar, shumë krenar, që jemi ndjekës e rrugës e ti, edhe imitojmë hapat e ti, edhe pasojmë mësimet e ti, edhe zbatojmë sunetin e ti, edhe mundohem të arrijmë qëllimet që i ka vizatu dhe i ka përcaktu ai, sallallahu alaihi wasallam. S'ka më mirë, se me qenë na, ata që ecim hapave të ti. A dini pse? Sepse aq sa e duam ne atë, aq sa e ndjekim ne atë, aq afër ti do t'jemi ditën e llogarisë. Andaj një ditë i dashur jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në Medinë mes xhamisë së tij dhe varrezave Baki, edhe tha një fjali, që kjo fjali sot për mu dhe për ty ka një vlerë të jashtëzakonshme. Neve na jep një pozitë të veçantë. Tha, mori malli të shoh vëllezrit e mi. Shifne, që tha? Në atë kohë atje. Tha, mori malli të shoh vëllezrit e mi. Të pranishme që ishin aty, sahabët i thanë, ja Rasulullah, ja ku jemi na? A nuk jemi na vllazërit e tu? Ja ku jemi? Afër te. Tha, jeni shok të mi. Jeni shok të mi, bashkëpunëtor të mi. Jeni njerëz që me ju ndaj hallet, brengat, vështirësitë, problemet, punët. E vëllezërit e tu kush janë? Tha, vëllezërit e mi janë ju. Që jeni sot këto.
Jo, një nga një, se cili për jush. Janë ata që do vinë pas e do mbesojnë mua dhe do mduan mua pam pa mu. A keni pa ju profetin sallallahu alaihi wasallam? Nuk e keni pa. A e besoni ju profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si i dërguar i Allahut? E besoni. A e doni ma shumë se vetja juaj, kjo është kusht, gjithsesi se po, se kjo është kusht besimi. E tani, kush është i këtil, për te flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ah, mori malli të shoh vëllezërit e mi, a nuk kemi na vëllezërit e tu, ju jeni shokët e mi, vëllezërit e mi janë ata që do vinë më vonë, që do mbesojnë e do mduan mua pam pa mua. E kuptoni çfarë pozite kemi tash ne? Shekullin e 15 hijretit. 1400 e ca vite pas vdekjes së tij sallallahu alaihi wasallam. Ne e duam atë sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetja jonë. Edhe ne e fitojmë këtë pozitë jashtëzakonshme kaq të lartë që të jemi vëllezërit e tij. Edhe një moment shumë i rëndësishëm në jetën tonë do të na ndodh gjithë neve pas ringjalljes. Kur do të ringjallemi nga varret tona, janë momente që na do i përjetojmë, ani pse jemi të ri. Gjithë do i përjetojmë. E dalim nga dheu, e të na afrohet dielli një pllumb mbi kokë, e të jetë vapë e madhe. Gjithë na do të djersitemi nga vapa e madhe e do të zhytemi në djerës tona. Secili prej nesh. E do kërkojmë hije. Dhe do kërkojmë pije. E s'ka hije dhe pije ku dum na. Ato janë vendet kufizume. Hija është hija e Zotit. Që ati mund të futen vetëm 7 lloj njerëzish. Edhe pija është pija e havuzit. Ai pishin i mbushur me ujë të Keutherit, nga lumi Keuther i xhenetit. Vetëm aty ka ujë, edhe vetëm këtu ka hije. Edhe gjithë bota që nga Ademi alayhis salam deri njeriu i fundit janë grumbulluar edhe rinë në diell. Vapë e madhe. E ti lip hije edhe lip pije. Hijen e kije me kartolin hyrje, sikur se këta derat e hotelit, dhomat e hotelit. Du të kesh kartolin për të futur. Po edhe te vendi ku ka pije njëjtë, do nisen të gjithë njerëzit me shku mu fresku, të marrin ujë nga uji i Keutherit tek havuzi. E do nisen me shku radhe madhe, tamam në rendi me u fut mrenda, do të kthejmë mbrapa. Para mendo. I nxehtë i madh, ke pritë radhë, tamam ja afru them ktheu mbrapa. E intervenon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga pishinja aty e i thot: Ummeti, lëreni të lirë popullin tim, ummetin tim, të dashurit e mi. Pse i ktheni mbrapsht? Pse nuk i leni për të hyrë brenda? E do thënë me laqet, ja Rasulullah, la tedri ma ahdathu ba'dak. Ti nuk e din se këta ummeti yt që sot dojnë me ardhë me pi nga Keutheri yt, nuk e din se çfarë gjëra të reja pa bazë kanë shpik në fen tënde. Ata që kanë shpik edhe janë shman nga rruga e tij, ata s'mund të pinë nga uji i Keutherit. E ndjekësi rrugës së tij, na që jemi këtu, dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij, ata kur të vinë të futen në radhë për të pi ujë nga uji i Keutherit, askush si ndal ata. Ata kanë kartelën e sunetit me vete, u qelet dera me njëherë. S'ka kush i kthe mbrapsht. E kuptoni çka do të thotë me pas model pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me dasht ata. E kështu ishin Amr ibn Salame, kështu ishte Ali ibn Abi Talib, kështu ishte Abdullah ibn Abbasi, kështu ishte Abdullah ibn Omeri, kështu ishte Abdullah ibn Zuberi, kështu ishte Abdullah ibn Amr ibn Asi, kështu ishin shumë sahabe të ri, e mos flas për burrat e mëdhej që kishte
shoqëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tani, a u lodhëm? Për fund, do merremi vesh apo nuk do merremi vesh? Ha? Do merremi ajo? Burrat e kanë o merren vesh o nuk merren vesh. S'mundën nga të dijat. Dy gjëra. E para, a do bëhemi të veçantë në jetën tonë? Premtim. Zotit, jo neve. Kjo është më e rënda. E dyta, premtimi i dytë, a të takohemi pas 10 viteve? A? Shkruani emrat. Bërë një listën. 25 dhjetor, sa është 25 dhjetor? 2025. Imi taku në Golem, Hotel Bonita. Gjithë kush ka qenë. Edhe pas 10 viteve, pres thirrje. Nëse së më thrisni, ma keni borxh. Dhe kërkoj kur dalim para Zotit, çuna, e janë tani. E u morën vesh që pas 10 viteve të takohemi. Kush është gjallë gjithsesi. U morën vesh? Dy gjëra. E para të jeni të veçantë te Zoti. E dyta pas 10 viteve pres të më thritni në takim. S'është patjetër me qenë te Bonita. Kryesore gjithë na që kemi qenë këtu, pas 10 viteve takohemi e të shohim ku kemi mbri. Allah e shpërblet për vëmendje. Faleminderit për kujdesin e ndëgjimin.